zmadhimi apo hipertrofia e prostatës lidhet fuqimisht me sindromin metabolik, me infeksionet, me inflamacionin e shpesht, por gjithashtu gjetet edhe një lidhje e dobët gjenetike. Urinimi, dhimbja dhe sidomos problemet në marrëdhëniet intime janë manifestimet më madhore që dëmtojnë cilësinë e jetës tek këta pacient. Nëse ju keni shenja të zmadhimit të prostatës dhe nuk merrni masa, atëherë situata do përkeqësohet dhe pothuajse 1/4 e pacientëve, 1 në 4 pacient do jenë detyruar të bëjnë kirurgji për një periudhë 3 vjeçare. Mbi gjysma e meshkujve mbi moshën 50 deri në 60 vjeç do kenë fillime të zmadhimit të prostatës, të probleme të prostatës, ndërsa mbi moshën 80 vjeçare ky numër shkon deri në mbi 90% e tyre do kenë probleme. Së fundmi edhe moshat më të reja 40-50 vjeçare kanë një përqindje pothuajse 40-45% të fillimit të problemeve të prostatës. Pra është një problem shumë i shpeshtë. Në shumicën e rasteve meshkujt nuk duan të shkojnë të vizitojnë ke mjeku ose kanë turp, kanë probleme ta diskutojnë qoftë edhe me familjarët e tyre, qoftë edhe me bashortën e tyre, nga sikletit, nga turpi, siç e thash, ose duke menduar se diçka e tillë bëhet kalimtare, që është e vërtetë, është përkundër, është progresive dhe përkeqësohet vazhdimisht. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do dim të vërtetën pse zmadhohet prostata dhe si ta shërojmë dhe ta rikthejmë atë në gjendjen e mëparshme brenda një kohe sa më të shkurtër. Do e përmend edhe mjekimin tradicional mjekësor, sa për njohuri, besoj shumica prej jush e din atë, po gjithmonë unë ju rekomandoj që mjekimi mjekësor me ilaçe me fjalë të jetë sa më i përkohshëm, mos jetë përgjithmonë, derisa ne të vendosim ose të zëmë vend mjekimin metabolik. Shmangi në një procedurë të përshpejtuar ose në një sugjerim që është dhënë që bëni shpejt një kirurgji, sepse ju duke ditur këto informacione do bëheni mjeku i vetvetes dhe mund të përmirësoni shumë më tepër gjëra pavajtur fare në kirurgji. Regjistroni këtë kanal Mjeku im dhe ndajeni këto video me këto që ju doni të ndihmoni që të keni një jetë të shëndetshme dhe jo më urgjencë për të përdorur banjën, shpeshtësia e urinimit ose ndjenjës së urinimit dhe kufizimi i një jete në marrëdhëniet intime. Mirë, funksionet e prostatës janë 4 ose ato më të njohurat. E para është prodhon ushqim dhe lubrifikant për spermatozoidet. Ushqimi është me zink, acidi citrik, enzima të ndryshme, që i mbrojnë këto spermatozoidet nga aciditeti tek organi ose ke trakti i femrës. E dyta, kontrollon një trajtshmërinë gjatë urinimit dhe shmangjen në një aksidente ose lagje pa dashje me fjalë gjatë natës ose gjatë ditës. Pra, muskujt e prostatës gjithashtu kontraktohen fort dhe shpejt në fund të marrëdhënies intime, duke edhe në 2 mënyra, duke bllokuar edhe kalimin drejt vezikës urinare dhe nga krau tjetër duke edhe një shtytje spermatozoideve përpara. Dhe e katërta, prodhon PSA, ai që quhet prostat specific antiagent, një protein që i lejon spermatozoidet të notojnë, të kenë lishmëri ose të lëvizin, të notojnë, si me thënë, lishmërisht në matriksin e tyre. Dhe gjithashtu kjo PSA-ja përdoret si analizë për të diagnostikuar kancerin e prostatës. Mos funksionimi normal i prostatës është një nga arsyet madhore të infertilitetit tek femrat, tek meshkujt, tek meshkujt sigurisht. Testosteroni prodhohet nga mitokondret dhe sigurisht që kur kemi rezistencë ndaj insulinës do ketë pengim të prodhimit të testosteronit, gjithashtu dhe obeziteti do shndrojë më shumë testosteron në estrogen dhe hormone femërore. Kjo është pse prostata ka një rol shumë të madh kur kemi rezistencë ndaj insulinës. Sa për të vënë, prostata ka një formë, ka mallësinë e një are, kemi vezikën urinare, kemi dhe prostatën që është e vogël me njëra mbas asaj. Këtu ke prostata bashkohen, është një si top i butë me fjalë, që brenda së cilës bashkohet edhe uretra që vjen nga vezika urinare, bashkohen 2 gjëndra seminale që japin lëng për spermatozoidin dhe vijnë 2 tubat nga testikujt, të cilat do bashkohen prapë brenda prostatës dhe aty do prostata këto spermatozoidet i ushqen me ushqim, u jep dhe këtë lëngun, i jep dhe shtytjen
dhe i nxjerr jashtë. Ky është funksioni i prostatës tek meshkujt. Si ju thash, shkaku kryesor pse ndodh zmadhimi i prostatës në mbi 80% të rasteve është sepse kemi insulinë të lartë në gjak dhe kemi rezistencë ndaj insulinës. Ushqimi më shumë i shpesht me si që kam thënë, me karbohidrate, ëmbëlsira, fruta, mjalt, brumra të shumta. Kjo do japi insulinë të lartë, kjo do japi rezistencë ndaj insulinës. Gabimisht akuzohet në shumë video ose informacion që mund të keni, akuzohet DHT-ja që quhet, ose dihidrotestosteroni. Pra ku kemi testosteroni i cili me anë të një enzime kthehet në dihidrotestosteron. Edhe kur prishet balanca e tij, estrogenit dhe testosteronit. Po në fakt, analizat që bëjnë ke 18 vjeçarët dhe shikohet domethënë që edhe pse kanë testosteron në maksimum, se akuzohet testosteroni i lartë me fjalë, pra 18 vjeçarët kanë testosteron në maksimum dhe nuk kanë probleme me prostatë. Prostata e tyre është shumë e vogël, ose funksionon në mënyrë shumë normale dhe nuk kemi DHT ose dihidrotestosteroni. Pra kjo është sa për të gjuar të idenë që DHT-ja, sepse luftohen me ilaçe, luftohet DHT-ja e të tjera, qoftë edhe ke rënja e flokëve. Si që kam shpjeguar në videon para, detyra e insulinës është të të zmadhoj qelizat duke futur sa më shumë ushqim dhe energjinë e tepër, që ne marrim kur ham. Sa më shumë ky karbohidrate, këto brumra, fruta, pije alkolike, ëmbëlsira, sheqer, mjalt, të gjitha, sa më e lartë, aq më e lartë do shkojë insulina në gjak. Dhe sa më shumë insulin, aq më shumë ushqim do tentoj të fus brenda qelizave, kudo në trup dhe sigurisht edhe në prostatë. Pra, qelizat e prostatës do fillojnë të zmadhohen gradualisht, duke u zgjeruar në atë hapësinë e tyre. Prostata ka një muskull sipër, ka një muskull që e rrethon, pikërisht ai që shtrydhet, siç u thash, për të nxjerrë spermatozitën përpara. Dhe ky muskull lejon në një farë mënyrë një farë elasticiteti, që qelizat brenda prostatës të zmadhohen, të krijohet ajo hipertrofia, dhe pastaj nuk e lejon më, sepse nuk e lëshon më vendi nga jashtë, edhe djami visceral, edhe organet e tjera, edhe zorët, po edhe vetë muskulli i prostatës nuk mund të zmadhohet dot aq shumë. Zmadhohet në farmace, prandaj zmadhohet prostata, po ka një kufi. Dhe kur arrin ky kufi i madh, atëherë prostata nuk ka u shkon më jashtë, pa ma fillon të shty për brenda. Dhe këtë shty për brenda do shty atë pikërisht atë tubin në të cilën do kalon edhe urina edhe spermatozoidit. Pra, siç u thash, qelizat e prostatës pasi zmadhohen, bllokojnë këtë tubin. Kjo shkakton mbushje duke u rritur dhe duke ngjeshur uretrën, njëkohësisht do japi edhe mos zbrazje të urinës dhe do shkaktojë mbushje të vezikës urinare, siç u thash ke video më para mbi urinimin gjatë natës. Gjithashtu, do krijohet ajo një farë urinimi ose ndjenja e urinimit të shpesht dhe stres ose ndonjë aksident ose lagje para kohe në krevat. Gjithashtu këtu hyn edhe diabeti ose shëndoshja e tepruar, sepse në 95% të personave që kanë diabet dhe kanë shëndoshje, ata kanë prostatë të zmadhuar. Pse të dyja format, obeziteti i lartë ose shëndoshja e lartë dhe diabeti, janë të dyja hiperinsulinemi, shumë insulin rriti zmadhim të qelizave. Shkak tjetër madhor është inflamacioni i shpesht për shkaqe të ndryshme. Janë infeksionet bakteriale të shpeshta, të rrugëve të poshtme të urinare, mund të jenë virusale, mund të kemi ndryshime hormonale, janë disa sëmundje autoimune dhe ndryshime në mikrobiomën e prostatës. Prostata ka mikrobiom, po ashtu si zorët ka edhe prostata ose rrugët urinare. Janë ato bakteret që ndodhen brenda prostatës. Inflamacioni, vetë inflamacioni, ose të gjitha këto gjëra që shkaktojnë inflamacion, lëshon ato citokinat ose ato helmet ose toksinat që kam thënë gjithmonë, sidomos IL-6, interleukin 6, që nxisin zmadhim, edhe këto nxisin zmadhimin e qelizave dhe krijimin e qelizave të reja. Pra edhe i rrisin, po edhe krijojnë qeliza të reja që quhen fibroblaste. Siç u thash edhe në videon më parë, fibroblaste janë ato që fillojnë shndrohen në qeliza të tjera. Pra, siç u thash, kemi edhe më shumë qeliza, edhe të zmadhuara. Kur zmadhohen qelizat, krijojnë hipoksi, ose ishemi, ose ulje të oksigjenit, oksigjenimit. Duke u rritur këto qelizat, duke lëshuar këto citokinat, duke mos pasur më oksigjen, ato do lëshojnë reaktiv oxygen species ose stresin oksidativ,
të cilat prap do rrisin ose do kërkojnë ato sistemin imun të reagojë, rrisin inflamacionin. Pra është një zinxhir, rritet kjo si një qark, dhe vazhdon progresivisht kjo rritje. Prandaj thash, kur fillon problemi 40-45 vjeçar, mos mendoni se është kalimtare, do kaloj, ajo përkeqësohet. Vazhdon jashtëzakonisht shumë, mund të kthehet edhe në kancer. Si që thash, predispozita gjenetike luan rol, po ashtu, nëse ka pas babai prostatë të zmadhuar, edhe i biri ka shumë shanse, që edhe e fundit është ngacrimi i sistemit nervor simpatik, si që kam thënë, nga stresi, duke krijuar lëvizshmëri të shpeshtë të muskujve, zmadhim të tij dhe ngjeshje të uretrës brenda prostatës. Diagnoza si vendoset është nga ana klinike, bëhet analiza, PSA-ja, si që thash, nga ana radiologjike dhe me vizita ose shenjat që pacienti paraqet ke mjeku. Me nga ana radiologjike është eko dhe skaneri, janë më të zakonshme. Për efekt kohë nuk po prek atë trajtimin kirurgjikal që bëhet në kirurgji, thash mos u nxitoni asnjëherë që ndërmrej veprimet shkoni menjëherë, me që ju tha doktori ose me që tha ai tjetri, shikoni, kërkoni disa informacione, këtë video të tjera në YouTube, mos nxitoni të bëni veprime sepse janë të dëmshme dhe krijojnë pasoja për të jetën, sidomos në pjesën e marrëdhënieve intime. Mjekimi i sotëm konvencional ose mjekësor ose me ilaçe që në një farë mënyrë punon, ka dhënë efekt, ka shumë efekte, ashtu side effects që kanë thënë, efekte të dëmshme, po ajo krijon një farë varësie të përhershme ndaj ilaçeve. Krijojnë probleme ansore në marrëdhëniet intime, si dhe përsëri në pak vite ato prapë kjo frenimi është i ngadalshëm dhe arritja do vazhdojë do ngadalsohet, po do vazhdojë derisa do detyroni të shkoni në kirurgji. Ato ilaçet që përdoren më shpesh janë alfa blocker, besoj mbarojnë me osin. Çdo ilaç të paktën ka dy emra. Një që është i biznesit, ajo që ju shikoni, dhe një tjetër i vogël që është emri biokimik. Kjo emri biokimik janë grupe. Për shembull, kur mbarojnë me osin, këto lirojnë muskujt e prostatës. Është tamsulosina ose flomaxi emri tjetër, alfuzosin, urotxatrali, silodosin, rapaflo, doxazosin ose ndryshe kardura dhe terazoxin ose hytrin. Si që thash, kanë efekte të dëmshme, mund të japin marrje mendsh, mund të japin lodhje, këputje dhe çrregullim në marrëdhëniet intime. Kjo është pak a shumë e përhershme. Janë grupi tjetër i këtyre ilaçeve 5-alfa reduktaz inhibitor, të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e prostatës. Finasteridi është një nga ilaçet më të njohura ose ndryshe quhet Proscar. Finasteridi përdoret edhe te ata që përdorin kedhimja ke rënja e flokëve. Edhe dutasteroid ose avortat. Këto janë anti-DHT hormon, anti-dihidrotestosteron. Këta ulin dëshirën seksuale. Grup tjetër janë fosfodiesteraz, PDE, me fjalë 5 inhibitor. Këtu është Cialisi ose si tip Viagre. Këto jepen për të shmangur urgjencën e urinimit. Dhe gjithashtu jepen edhe antikolinergjik, zakonshmet për çdo lloj problemi, për të relaksuar muskujt dhe për të hequr atë ndjenjën ose urgjencën e urinimit. Nuk ka banjo kudo, kur shkojnë gjikundi ata, gjë e parë që këta pacientë është të dinë ku është banjo, sa më afër sepse ka një urgjencë për të urinuar. Këto antikolinergjikët janë qindra ilaçe, u kam thënë për shumë probleme të tjera që jepen. Për sa i përket mjekimit metabolik, e para dhe kryesore, siç u thash, kemi rritje të insulinës për shkak të këtyre ushqimeve. Çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë që ne të rrisim ndjeshmërinë e qelizave ndaj insulinës. Që të rrisim të ndjeshmërinë, duhet të ulim insulinën dhe duhet të ulim këto ushqimet të cilat rrisin insulinën. Janë këta të përhershme karbohidratet, sheqerat, frutat, ëmbëlsirat e tjera. E dyta është grupi i madh i amidonit ose i drithrave. Anishteja, drithrat, të gjitha me këto që janë mjedhrat. E cili menjëherë shndrohet në sheqer, sa po kalon në gojë me fjalë, me amilazë, me enzimat në gojës, edhe të stomakut edhe të zorëve, shpërbëhet menjëherë dhe është sheqer i ngjeshur i cili lishmërohet dhe bëhet sheqer.
sa më shumë nga ato të ham, aq më shumë sheqer do kemi, aq më shumë do rritet insulina. Uli në maksimum këto ushqimet e frumore. Janë këto, nuk përdoren shumë në Shqipëri, megjithatë përdoren, ka filluar të hyjnë, janë prodhimet e sojës. Soja rrit estrogenin në trup dhe përmbyt atë raportin testosteron-estrogen. Ne na duhet ke meshkujt testosteroni i lartë dhe estrogeni shumë i ulët, ke ferma është e kundërta. Po soja ç'a bën? Testosteroni është këtu dhe kjo fillon rrit estrogenin. Pra ulet raporti ndërmjet testosteronit dhe estrogenit. Dhe sigurisht do krijet rritje të prostatës. Përjashto ato të fermentuara, sojën e përfermentuar, natu ose tofu. Shmangni në këtë periudhë kohë që tetoni të bëni mjekim ushqimet me bulmetra, sepse do janë qumshi, kremi, djathi, gjiza, këto rritin estrogenin. Pra, është rritur prostata, duhet ulim prostatën, duhet bëjmë gjithçka që të ulim prostatën. Nuk është zgjidhje ilaçet, nuk është zgjidhje kirurgjia. Hiqni përgjithmonë dhe totalisht për çdo lloj smundje që ekziston. Hiqni edhe pas smundje fare, që të mos mureni, hiqni nga shtëpia çdo lloj vaji vegjetal. Mos përdorni me vajin vegjetal. Duhet të jetë pothuajse i palishëm të përdoret. Jo vetëm për prostatën, por për çdo lloj problemi, krijon inflamacion, dëmton membranën e të gjithë qelizave të trupit ton, organelet brenda qelizave të tyre, pengon prodhimin e kolesterolit e të tjera. Plotësoni dietën tuaj me sa më shumë ushqime me yndyrë, edhe me ushqime shtatzore, proteinë shtatzore. Ky ushqim nuk shkakton rritje të insulinës. Ky ushqim nuk shkakton inflamacion. Dhe gjithashtu ndihmon prodhimin e ketoneve, të cilat luftojnë inflamacionin nga trupi dhe japin sinjal qelizave donë që një jetë e re ka filluar, me fjalë dhe hajde të rregullohemi ose të përmirësohemi dhe të rregullojmë gjithë organelet ose pjesat brenda saj. Dhe e fundit, e shtata, nëse më ndoqët, është agjerimi, siç kam thënë, agjerimi fillimisht mbi 14 orë. Pra, gjithmonë sa më i madh agjerimi aq më mirë është 24, 36, 48, 72, 96 orë, po filloni me 14 orë. Për shembull nga ora 7 e mbasdites deri në orën 9 të mëngjesit. Mund ta mbani këtë gjë. Do flini gjumë 2 orë parë sepse gjumë mos hani, 2 orë pasi zgjoheni mos hani, me fjalë arrihet 14 orëshi. Dhe pastaj don javën e parë. Javën e dytë shto nga 1 orë edhe në mëngjes edhe në mbasdite. Pra, derisa të arrin mbasdite në orën 5, vafti fundit, edhe pastaj gjatë në mëngjes ose në drekë do të arrin në orën 1-2 me fjalë. Të krijoni atë dritare 21 me 3, derisa ta bëni një herë në 24 orë. Në pak fare, vetëm në pak javë, ju do filloni të ndjeni përmirësim dhe në pak muaj nuk do keni më nevojë të merrni ndoshta as me ilaçe. Mirë miq, e kuptoj se duhet të ketë shumë vullnet dhe disiplinë që të ndryshojë mënyrën e ushqimit, duke hequr shumicën e ushqimeve të cilat na kanë krijuar në varësi, dhe sheqeri është droga më e fortë, më falni, që njerëzimi njeh deri më sot. Po siç u thash edhe ke diabeti, ke video mbi diabetin, strategjia më e mirë është që të arrijmë të fitojmë këtë luftë ndaj ushqimit, është ajo që nëse nuk e ke në shtëpi, nuk do ta hash. Hiqni gjithë ushqimet që na sëmurën nga kuzhina juaj dhe pjeni kafen, filloni pjeni kafen pa sheqer dhe pa qumësht. Kjo është rruga më e shëndetshme se si të shërohemi nga zmadhimi i prostatës. Ju uroj të gjithëve që të keni një ditë të mbarë dhe plot me shëndet. Mirupafshim.